Tunja tjeta uroj t'jeni mirë. Kobrat e politikës dhe aristokracia e re shqiptare. Ja si ndodh procesi i kontrollit psikik të shqiptarëve, kontrolli i tyre ekonomik, emocional dhe kontrolli i proceseve të menduarit dhe si ndodh sundimi nëpërmjet pushtimit të nën shtresave të vetdijes tek shqiptarët në mënyrë të organizuar nga trekëndshi i Bermudës, media, politik, oligarki, bashk me infrastrukturën e analistëve të cilët lëvizin nga studio në studio. E gjithë Shqipëria ka 24 orë apo 48 orë që po merret me dasmën e djalit të një eksponente të lartë të djathtës shqiptare, Josefina Topalli, e cila vjen nga qyteti i Shkodrës dhe është bërë një bujë e madhe të gjithë shqiptarët duke konsumuar masivisht çështjen, duke komentuar atë masivisht dhe duke dhënë secili prej tyre opinionet e veta. Fillimisht, unë do të merrem me fenomenin që është projektuar si një frym në pamje të parë analitike, por thelbi dhe strategjia kryesore është projektimi i klimës, i atmosferës, i proceseve të menduarit tek shqiptarët, kontrolli i atyre proceseve dhe vendosja, betonizimi i sundimit të përjetshëm të kobrave të reja, klasës re aristokrate shqiptare, të cilët janë të ndarë me role siç i ndanë rolet regjia qendrore. Për ty shqiptari im i thjesht, motra ime dhe vllai im shqiptare kam, unë do t'jap kontributin tim. Sigurisht ju e kuptoni që unë merrem me situatën politike në vend dhe me atë gjeopolitike dhe marrëdhëniet ndërkombëtare, merrem me kulisat dhe dëshifrojmë bashkarisht, dekriptojmë atë që përgatit paria i morale anti-shqiptare e Tiranës dhe plani që po bëhet për shkatërimin dhe shpartallimin tërësor të shqiptarëve, por njëkohësisht nuk mund të lëm pa analizuar dhe pa i parë nga afër të gjitha këto detaje, të gjitha këto gurgule që ngrihen për të analizuar një dasëm të birit të Josefinës dhe çfarë fshihet, cilat janë mesazhet që lëshon Josefina Topalli, Sali Berisha, Partia Demokratike, Edi Rama, Grida Duma, e cila e trajton çështjen tek studio e saj, mënyra si e formon panelin, kush janë të ftuarit, cilat janë mesazhet, si dekriptohen ato dhe cila është skema e kontrollit psikologjik dhe e nënshtresave psikike të shqiptarëve në mënyrë që kontrolli i këtyre elitave të bëhet gjithnjë e më solid dhe pushteti i tyre ndaj kësaj race fatkeqësisht në zhdukje e sipër të bëhet më evident. Le t'i marrim çështjet një nga një dhe të kuptojmë mirë se çfarë po projektojnë kobrat e politikës dhe aristokracia e medias, këta të rinj që ishin me fustan basme dhe nuk kishin brek dhe të mbathura për të veshur, sot janë të krimbur në miliarda, janë të krimbur në para dhe janë në një luks të shfrenuar që ju nuk e imagjinoni. Tani, konsumatorët e thjesht të këtyre bisedave dhe të këtyre eventeve janë populli i thjesht, të cilët nuk kanë bukë me hëngër, të cilët nuk e dinë se si e mbyllin muajin, ose ata të shkretët që shkojnë i vjedhin 1.000 lek apo 2.000 lek grus nga xhepi, gruaja është duke punuar në fasoneri, pinë në i gotë raki atje ke lagja, vinë rafin grum kur kthehen në shtëpi, edhe ose e vrasin vllajin, pastaj vrasin babën. Pse? Sepse projeksioni i elitave politike, i kobrave të politikës dhe i kobrave të gazetarisë dhe të analizës dhe të medjave janë bërë bashk në mënyrë që të provokojnë në psikikën e shqiptarëve që ajo të çmendet. Më dëgjoj me kujdes, sepse kjo që po them është e imët
dhe ata nuk do të lejojnë që kjo bised të bëhet tek televizionet e tyre. Pavarësisht se unë kam refuzuar të dal prej kohësh tek televizionet e tyre, pavarësisht se daljet e mia kanë qenë jashtëzakonisht rralla për ndonjë mik apo mikesh gazetare që na ka bërë respektin në kohën e fushatës, që na ka lënë themi një dy fjalë për lëvizjen atë dheu dhe për partinë politike, përgjithsisht unë i kam bojkotuar të gjithë. Pse nuk do t'i dëgjoni këto shpjegime që po ju them tek mediat e tyre? Sepse ata kanë një plan që është i mirë strukturuar në detajet më të imta. Dëgjoni me kujdes. Nuk do të zgjatëm shumë se e di që koha jote është e shtrenjtë, por kjo që do të them sot ka lidhje të drejtë për drejtë me mënyrën se si ti, vlla im dhe motra ime shqiptare, këtu në Shqipëri dhe në diasporë, si duhet ta kuptoni elitën e re feudale apo aristokratike dhe kobrat e politikës dhe nëpërkat e politikës bashkë me ata të analizës. Sepse loja është aq e hollë sa që bëhen shiringat të pakuptueshme kur i hani tek qafa. Fillimisht, unë dua të përshëndes dhe t'i uroj më të mirat, jetë të lumtur djalit të Jozefina Topallit bashkë me bashkëshorten e tij, i madhi Zot i dhasht jetë të lumtur dhe të gjatë. Çështja e trashëgimisë, çështja e urimeve apo e dasmës, këtë ta lëm pas tani. I urojmë jetë gjatë dhe të lumtur dhe paçin vetëm mirësi në jetën e tyre. Çfarë mesazhesh jep Jozefina Topalli? Jozefina Topalli do të taksohet nga ne si studiues, si politikan, si analist, si komentator, si popull i thjesht, që nuk kemi patur asnjë ditë punë në shtetin shqiptar dhe në administratën shqiptare. Unë që ju flas, Kreshnik Osmani, vërtet jam kryetari i Partisë Lëvizja Dheu, por unë në jetën time kur nuk kam konsumuar asnjë ditë pushtet, nuk kam punuar asnjë ditë unë dhe familja ime në administratë të shtetit, dhe kur në jetën time nuk kam patur të bëj me tendera apo me biznese që lidhen me qeverinë apo me shtetin apo me politikën. Që ta kemi sqarim. Jozefina Topalli, zonja Topalli, është një politikane qendrore e cila do të analizohet dhe është subjekt i analizës, i kritikave, i kontrollit të imtësishëm të gjithçka që bën, një sepse ka patur postet më të larta të Partisë Demokratike dhe të shtetit shqiptar, ka qenë kryetare e parlamentit, ka qenë njëra nga figurat qendrore politike të së djathtës dhe të Partisë Demokratike, e cila është sot ruan monopolin e të bërit politik dhe monopolin dhe ruan ekskluzivitetin e përfaqësimit të popullit opozitar. Këtë e bën me dorën në hekur të Sali Berishës, i cili kontrollon shqiptarët bashkë me Edi Ramën dhe ruajnë të dy bashkë, siç u kam thënë, monopolin politik bipolar, duke u mbështetur tek parat që i kanë vjedhur shqiptarëve, tek oligarkët të cilët kanë qenë përgjithsisht ish antar të sigurimit të shtetit dhe më pas miliarder përgjithsisht krejtësisht të pashkolluar dhe që më pas i morën pasurit, i fituan me politikanët, politika e djathtë dhe e majt i merrte parat e gjakut shqiptarëve dhe i dërgonte tek oligarkët pastronin parat e tyre dhe bëheshin miliarder. Kjo ka qenë skema e pasurimit të tyre. Sigurisht ka patur edhe biznesmen të mëdhenj në Shqipëri, të cilëve unë u heq kapelen, njerëz që kanë punu me gjak, me djers, me mund dhe sakrifica, kush i ka bërë i madhi Zot ja shtoft pasurin dhe jo 1 miliard, po u bëfshin 100 miliard. Vetëm të mira paçin dhe t'ia ruaj familjarët, fëmijët, t'i gëzojnë parat, t'i gëzojnë vilat, kullat, kështjellat, pishinat, sepse pasuria dhe luksi nuk janë turp kur fitohen me djers, me mund dhe me talent. Ndërsa oligarkët të cilët kanë marrë pasurit e tyre dhe i kanë fituar duke pastruar parat e Berishës dhe të Ramës, siç ka qenë shumë nga oligarkët, të cilët ju i njihni, Sander Frangaj vinte nga Lezhë me bukë me vete, vinte me nardë ndokën, më tregon miku i tij.
kur vishin me punu ke gazeta Koha Jone, Nikollesit, vishin me tren nga Lezhë, me buk me vete, me speca me domate, sot është nga miliarderët më të mëdhej të Shqipërisë. E kështu me radhë, pra ka shumë njerëz, pra bashkë me Fevziun, i cili kontrollon, është nga oligarkët më të mëdhej sot në Shqipëri dhe u tregon shqiptarëve çdo ditë se si fluturon në 180 apo në 500 vende të botës me baton haxhiun e Serbisë. Ju e dini mirë, nuk do të hym në këto detaje sepse i kemi folur ato më përpara. Ju e dini se si bëhen parat në këtë vend, ju e dini se si merren kontratat, ju e dini se si parat e Ramës, ju e dini se sa para merrte Edi Rama kur ishte kryetari i bashkisë. Edi Rama tha nuk ka birë kurve që të vitë gjej tek parat, ke xhepi im parat e shqiptarëve, por ja që ka shumë bi nënash të cilët e refuzojnë birë kurvllëkun e kësaj klase bastarde politike, e cila vjedh dhe thith gjakun e shqiptarëve dhe ndërton pasuritë e tyre. Josefina Topalli me dasmën e birit të saj dha disa mesazhe. 1. E bëri në Rom dhe kjo është e drejta e saj, unë nuk besoj ke këto turizmi atdetar duhet ta bëj patjetër në Shqipëri, po çdo njeri që i ka parat me djersën e vet mund ta bëjë në Honolulu, mund ta bëjë në Kirgizistan, mund ta bëjë në pyjet e Afrikës apo në Amazon. Aq më tepër, unë nuk i hy kur llogarisë se ku i shpenzon dikush parat që i fiton vet me djers, njeriu i shpenzon atje ku merr shërbimin më të mirë, atje ku merr atë kënaqësinë e vet më të mirë. Mesazhi i Josefina Topallit, zonjës së Partisë Demokratike e cila u shkëput nga politika, me urdhër të Sali Berishës u financua nga Edi Rama dhe hapi një parti, sepse duhej goditur Lulzim Basha. Lulzim Basha nga ana tjetër mbahej nën kontroll nga Sali Berisha. Sali Berisha luan dhe me Edi Ramën, kontrollonte dhe Lulzim Bashën, dhe kur e pa që Edi Rama donte t'ja ulte pjacën dhe pushtetin Berishës duke i rrëmbyer Lulzim Bashën apo Partinë Demokratike nëpërmjet Lulzim Bashës, i tha Josefinës dil për jashtë, hap parti dhe i tha Edit jepi ca lek Josefinës që t'hapi Josefina parti. Në fakt Josefina e hapi partin, ashtu siç hapën dhe disa personazhe të tjerë, me urdhër të Saliut dhe me financim të Edi Ramës, ose me financim të të dyve, nuk ka pikën e rëndësisë. Pasi partia e zonjës Topalli dështoi, erdhi dhe u rikthye, u fut në listën e sigurt të Sali Berishës dhe u rikthye si deputete në mandatin e ri. Berisha vazhdon bën si nevrik, bën si indinjuar, bën si rebel, hedh patronazhistët e tij që janë akoma më të poshtër se patronazhistët e Edi Ramës, të cilët thonë përse merreni me Saliun, ata nuk e kuptojnë që ne merremi me Saliun dhe me Edi Ramën, sepse po u more me Saliun, je marr me profesorin e Edi Ramës dhe me kontrollorin e tij. Kjo është arsyeja. Jo se ne urrejmë Saliun edhe Edi Ramën, ne i dum fort ata. Na kanë pi gjakun 35 vjet. Na kanë shkatërruar jetët. Si mos t'i duam ne? Ne kemi rënë dashuri, ne jemi të gjithë viktimat Stockholm Syndrome, ne kemi rënë dashuri me shkatëruesit tanë, ne kemi rënë dashuri me përdhunuesit tanë. Grekët thonë në qoftë se nuk mundeni ta evitoni përdhunimin, përpiquni ta shijoni atë. Këtë po e bën në fakt populli shqiptar ka disa kohë. Shqiptarët nuk po d'ja dalin dot që ta evitojnë përdhunimin e Ramës, Berishës, Ilir Metës dhe të kësaj klase ordinere politike. Hajdute, tërësisht hajdute, janë fëmijët e tyre, janë gjithë miliarderë sot, ju e dini, kanë ardhur në Tiranë me fustane basme dhe me shalë të gricme, nga fushat dhe arat ku kanë qenë duke korrë misër edhe jonç për lopën. Nuk është turp në fakt të jesh banor rural, nuk është turp të jesh fshatar, është krenari e madhe. Duart e tyre unë i puth të gjitha, sidomos ato duart e çara, gjithë gjak që mëngjes mielin lopën, pastaj shkojnë ke ara, pastaj merren ke fusha, pastaj pastrojnë shtëpinë, pastaj
Ato janë duar që duhen puth dhe duhen mbajtë sipër kokës. Po flas për fenomenin e shalgricurve dhe të pabrekëve, të cilët erdhën në Tiranë dhe u bën miliarder duke u marrë me çështje publike. Mund të bëhesh miliarder duke u bërë biznes, nuk ka asgjë të keqe. Por jo të marrësh parat e shqiptarëve t'i thithësh apo t'i helmosh si kobra me helmin e analistëve që shqiptarët të nënshtrohen ashtu siç ka ndodhur. Pra shqiptarët për 34 vite nuk mundën ta evitojnë përdhunimin e kësaj klase politike dhe po përpiqen që ta shijojnë atë. Shqiptarët po e shijojnë këtë përdhunim sot. Ajo pjesë që nuk po e shijon dot është duke u larguar nga Shqipëria, është duke u arratisur prej saj, i kanë lënë nënat duke qarë, nënat do të vdesin të vetme, pallatet e Shqipërisë, fshatrat e Shqipërisë janë të mbushura me nëna, të cilat rrinë tek shkallët. Shkallët e pallateve nuk kanë fuqi të hapin kondicioner, të ndezin kondicioner, dhe rrinë në për gryka pallatesh, në hyrje pallatesh, të hapen ke shkallë, lejnë dyrë të hapë, që të bëjë që korrent, të freskohen nënat e shkreta, flasin me kalamajt e tyre në WhatsApp. Ata të shkretët janë në Gjermani, në Itali, në Francë, në Angli, punojnë nga mëngjesi deri në darkë. Kam shku, i kam taku në Angli, i kam taku në Londër, i kam taku në Rom, i kam taku në Milano, në Gjermani, vinë të shkretët me robat, me laç, me tulla, punojnë, çojnë 100 euro, kush 100 pound, zoti ja boft marë. Ikën, u arratisën, sepse nuk e duronin do të përdhunimin e kësaj klase bastarde politike, krejtësisht anti-shqiptare, e mbështetur nga një klasë bastarde mediatike, analitike dhe e studiove kryesore, me në krye 2 dirigentët e narrativës prime time të Shqipërisë, që është Blendi Fevziu dhe Grida Duma, 2 kobrat më të mëdha, të cilat mbajnë në kontroll narrativën e studiove dhe projektojnë strukturën dhe arkitekturën psikologjike dhe analitike dhe të mendimit që duhet të shkojë shqiptarëve nga këto 2 burime mediatike të mëdha të cilat ju duhet i bojkotoni. Edhe kur të më shihni mua duke dalë atje. Edhe nëse një ditë më shihni mua duke dalë atje, mbylleni telefonin, mbylleni televizionin dhe hajdeni më shihni këtu, sepse është një lojë e madhe. Lojën unë nuk ja shpjegoj dot deri në fund, sepse lufta është dredhi dhe unë nuk ja tregoj dot të gjitha skenarët e strategjisë tonë për ta shkatëruar plotësisht këtë elitë thellësisht anti-shqiptare, e cila i mban shqiptarët në kontroll. E kuptuat pra çfarë po ndodh. Mesazhet e Jozefina Topallit me dasmën e saj, dasma në katedrale në Rom, është e qartë. Unë jam katolike dhe përfaqësoj aristokracinë katolike të Shqipërisë. Katolikët e ndershëm të këtij vendi janë të varfër, janë krejtësisht të papërfaqësuar në qeverinë e re Rama dhe asnjë fjalë nuk e dëgjuam nga zonja Topalli. Katolikët janë jashtëzakonisht të goditur nga kjo qeveri, por edhe nga qeveri të tjera. Unë do t'i them të gjitha gjërat ashtu siç janë. Sigurisht janë përpjekur edhe katolikët të kontrollohen nga disa ordiner, përveç zonja Topalli ka qenë e kujdesshme, ka gëzuar simpatinë e tjerë, por ka edhe nivele ordinere të cilat bëjnë plane, për shembull, pasurohen në kurrizë të katolicizmit dhe të katolikëve të ndershëm, pasardhësit e të madhit Fishta, pasardhësit e gjigandit Zef Plumbi, pasardhësit e këtyre njerëzve të mëdhej të cilët e dhanë dhe e shkrinë gjithë jetën e tyre pikërisht për të bërë atë, për të qenë besnik të Jezu Krishtit, besnik të mesazhit të tij dhe besnik të popujve të vet. Politikisht pasaj nuk merre mund, ka qenë të italianëve, kanë qenë të këtyre, ka qenë pro-britanikëve kundër britanikëve, pro-italianëve kundër italianëve, pro-fashistëve kundër fashistëve. Këto janë qëndrime politike që i analizojmë më pas. Por kemi për shembull këto elita politike që kanë përfaqësuar katolikët kanë qenë vazhdimisht në flirt me qeverit, kanë qenë në flirt me elitat politike. Keni një
personazh të ri, për shembull katolik, që është Agron Gjekmarkaj. E mban Berisha aty, bashkë me Gazbardhin, pasi i hodhën demokratët dhe popullin konservator i hodhën në lan, Berisha i rikonfirmoi, sepse ashtu do dhe Edi Rama. Gjekmarkaj ishte një skifter i Edi Ramës brenda radhëve të PD-s. Pra, janë skifter të smajtës që flirtojnë dhe elitat politike katolike në këtë vend, qofshin ato financiare, mediatike, siç është Sander Franka i Lezhës, apo Josefina Topalli, apo Agron Gjekmarkaj, apo personazhe të tjerë si Mimi Kodheli, një figurë, një karikaturë politike hajdute, tërësisht e papranueshme, e cila merrte helikopterin e ushtrisë Shqipërisë dhe transportonte gurët për ndërtimin e vilave të saj. Unë mendoj që populli katolik shqiptar, ashtu si muslimanët dhe si ortodoksët, kanë qenë të tradhtuar nga elitat e tyre politike, ashtu dhe Bektashit nga Ilir Meta. Në fakt, ata janë ndjerë të tradhtuar. Dhe sado që të përpiqet Josefina Topalli që t'jap mesazhe se ajo është një aristokrate katolike që përfaqëson të djathtën shqiptare, duke bërë dasmën e të birit pra në bazilikën e Romës, atje tek si themi tek aorta e katolicizmit botëror në Romë, pranë Vatikanit, pranë Romës, është mesazh që unë jam një katolike, por unë do të dëshiroja që këto katolikët që janë krenar për lidhjen e tyre me Vatikanin, me Romën, me Papën, me Jezu Krishtin, me këtë ortodoksët gjithashtu, muslimanët gjithashtu, të kuptojnë se kur të shkojnë atje në ditën e gjykimit të madh, do t'i vjedhin gjak të gjitha poshtërsitë që i kanë bërë popujve të tyre në këtë botë. Nuk ka Jezu Krisht e Muhammed, nuk ka xhami e bazilik, t'ju marë përsipër hajdutët e Krishtit, hajdutët e Muhamedit dhe hajdutët e hyjnores së përdorur për qëllime politike. Nuk ka Zot t'ju marë përsipër. Jezu Krishti dhe Muhamedi, paqja e Zotit qoftë mbi ata të dy, janë të pastër nga të gjitha poshtërsitë tuaja dhe nga të gjitha përpjekjet tuaja për të instrumentalizuar ndjenjen katolike, apo ndjenjen religjioze muslimane, apo kishën, apo xhamin, apo bazilikën, apo teqen, për të mbajtur në kontroll grigjen, apo grigjen, popullin, masën tufën. Ky ishte mesazhi. Mesazhi numër 2 ishte: ne jemi më të pasur se ju dhe ne do t'ju kontrollojmë. Mesazhi numër 3 ishte: ne jemi pushteti, ne jemi Jezu Krishti, ne jemi Muhamedi, ne jemi kontrollorët e jetës tuaj. Ne bëjmë dasma 500.000 euro, 1 milion euro, nuk i hy fare ku i ka gjetë pare, fare. Kur t'i shihni që thonë, na jep faturën, na jep këtë, na trego ku i ke marrë paret, nuk është gjë tjetër përveç se një mënyrë indirekte për të legjitimuar atë që kanë bërë, duke krijuar një skemë e cila thotë se ne po i kërkojmë llogari dhe këto na sollën faturë. Mos u merrni fare me histori faturash dhe pagesash. Çfarë janë marrë me politikën e lartë në PD, me komandant Saliun, profesor doktor Sali Ram Berisha, Edvin Kristaq Rama, Fatos Thanas Nano dhe Ilir Meta, janë miliarder. Ku i kanë marrë paret? Nga gjaku juaj që keni ngel vetëm në përshpia, apo që keni përfunduar në emigrim atje. Lum ju fati madh, ju që keni hik, ju majnë kalamajt ke shtëpia, edhe ata të shkretët e Amerikës, të Italisë, të Francës, të Kanadas. Do vrapojnë tërë ditën në përpunë dhe ju rrini në shtëpi nga mëngjesi deri në darkë. Vetëm kush e duron me net në Amerikë rrin atje, kush e duron me net në Kanada apo në Europë rrin atje, kush nuk e duron i hyp aeroplanit edhe thot
do hikim, do vdesim Shqipni se nuk rrihet më këtu. Shqipnit paktën i themi mirë mbrëma, mirë mjeske dera shtëpis, e pini kafe me komshien, vdesim tokën tonë, atje sa të gdhiesh mëngjes më thote nona ime, mu kur shkonte në Itali, buongiorno signora, buongiorno signora. S'kishte asnjë, vetëm qenë plesh plaka atje, apo kur shkonte në Francë, bonjour, 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 bonjour. I ka të keqe nona, do ikin në Shqipëri, do rike ke venim dhe do vdes atje. Kështu e bën një pjesë e prindërve, një pjesë tjetër rinë atje. Mesazhi është, ne jemi miliarderët, ne jemi politika, ne duhet na nështroheni dhe duhet na bindeni. Në qoftë se nuk na bindeni, do t'ju shkeli më ka. Ani çfarë bën këta? Grida sjell Ilir Vrenozin, të cilin unë e përshëndes, djalë personazh interesant, nga Korça, e sjell si etalon të popullit opozitar. Kujdes, Ilir Vrenozi është paraqitur si një personazh i cili mbështet deri në vdekje Sali Berisha. Ku u tregua kjo? Kur i erdhi oferta nga Edi Rama, të vit vizitoj ke shtëpia, i tha se nuk do të vizitoj me ty, se nuk e tradhtoj popullin opozitar. Çfarë bëhet me këtë lëvizje? Në qoftë se më dëgjon Iliri, unë dua t'i tregoj Ilirit se si po e përdorin Ilirin, që ai vërtet vazhdoj të jetë besnik ose të mos jetë besnik ndaj popullit opozitar. Unë do t'i tregoj Ilirit sot si po e përdorin atë kobrat e politikës dhe të studiove të prime time-it, siç është Grida Duma. Kujdes. Çfarë i bën? Pasi e ndërtuan figurën e Ilir Vrenozit si një personazh karizmatik që përcjell mesazhin popullor me gjuhën e popullit, dhe si njeri besnik ndaj opozitës, Kobra Grida Duma, e rritur nga Sali Berisha dhe e financuar prej tij politikisht dhe e miratuar prej Sali Berishës si duke i dhënë notën 10 si Nora e Kelmendit, shkon nga Partia Demokratike tek televizioni Top Channel, i cili nuk e ka fshehur asnjë ditë që është një televizion me politikat e tij mban anën e qeverisë. Kështu është vendos Vjollca Hoxha apo Sara Hoxha. Punë e tyre. Por Grida të vi nga PD-ja e investuar nga Saliu, vjen dhe bën golin në studio. Çfarë bën? E thret Ilir Vrenozin dhe Ilir Vrenozi del pa e ditur, apo e ditur, unë nuk e di, unë nuk besoj që Iliri e ka kuptuar se cila ka qenë arsyeja përse Grida e ka thirrur aty. Por Iliri nëse e dëgjon, do ta kuptoj vetë se cili është mesazhi. U ndërtua Iliri si njeriu që është besnik i Sali Berishës dhe i popullit opozitar, pasi u rrit si till, i erdhi oferta nga Edi Rama, në thonjza për të shitur, pra do të vijë Edi Rama në shtëpi dhe ky e refuzoi, madje foli dhe diskutoi dhe debatoi me Edi Ramën. Pastaj çfarë u bë? Këtu bëhet goli. Gol në minutën e fundit. Del Iliri tek Kobra Duma dhe i thot popullit opozitar, mo Jozefinë, thot, po ne jemi të varfër, unë i bleva fasulet, thot. Nuk s'kam ngrënë përveç se fasule, populli është i... Dhe ai ka të drejtë, populli është duke ngrënë fasule. Mbase Iliri mund të ketë fat se i ka fasulet e siguruara, por Iliri duhet ta di që ka popull, ka shqiptar që as fasulet nuk i kanë. Apo dhe fasulet i hanë kështu, për t'u zhyt në tast fasules e për ta gjetë një kokër groshës, si thoshin ushtarët në kohën e Enverit. Kur hanin grosh në ushtri, thonin, do t'u zhytje tek pjata e groshës që gjene i kokër grosh. Dhe çfarë thot Iliri? Jozefina Topalli, thot, me këtë akt që bëri, ka legjitimuar pushtetin e Edi Ramës edhe për një mandat tjetër. Në pamje të parë, kjo deklarat rezulton e sakt 100%. Pse? Sepse opozita dhe studiot e kobrave të darkës do ta përdorin dasmën e Jozefinës për t'i treguar popullit shqiptar që opozita është më i qelbur se sa Edi Rama. Sepse nëse u morët me dasmën e Erion Veliajt, që i shiste Mamaja Fiq dhe që përfundoi në burg,
Ja kush është edhe Josefina Topalli, e cila shpenzon 1 milion euro për dasmën e të birit të saj. Ju a thash, nuk merrem fare kush i ka shpenzuar lekët. Mund këtë qenë i pasur familja e gruas që ka marrë djali i Josefinës, familje bosash në Amerikë, i bëfshin mirë, Zoti ja shtoft milionat, nuk merr me këtë pjesë. Josefina Topalli nuk kërkon me elitat politike shqiptare dhe aristokracinë e kobrave të politikës shqiptare, nuk kërkojnë t'ju tregojnë se kanë para. I gjithë populli e di që ata janë miliarderë. I gjithë populli e di që Saliu dhe grupimi i tij janë krimbur në vjedhje, që familja e Saliut janë miliarderë. Këtë e di gjithë Shqipëria. Këtë e di gjithë Shqipëria që Edi Rama është i krimbur në para. E di gjithë Shqipëria. Do merret Spaku, do merret Dumani me ato, nuk e di unë. A do merren Amerikanët, as këtë nuk e di. Kanë thënë që do ndihmojnë shqiptarët të shpëtojnë nga hajdutët. Por a do ta çojnë deri në fund apo jo? Kjo është lojë tjetër e madhe. Do ta marrin vesh më vonë. Por qëllimi i Josefinës, i zonjës Topalli, është të thotë unë jam politikane, aristokrate, katolike, shkodrane, e djathtë PD, ne jemi elita tuaj dhe ju do të na nënshtroheni sepse për ndryshe ne do t'ju shkatërrojmë jetët tuaj. Vrenozi del tek Duma, kobra, dhe i thot shqiptarëve, ky gjest i Josefinës justifikon pushtetin e Edi Ramës. Deklarata është e vërtet, pohimi i Vrenozit është i vërtet, por shërbimi që Vrenozi i bën Gridës Kobra dhe panelet të saj dhe atyre që dëgjojnë në subkonsciencën e tyre është wow, kjo histori që ka shitur. Pra, këta qelpsirat janë të gjithë bashkë. Okej, cili është efekti psikik? Është një avull që të pushton gjoksin, kontroll i fuqive. A kemi mundësi t'i ndalim? Jo, s'kemi fuqi t'i ndalim, se ne nuk kemi as fasullet që ka Ilir Vrenosi. S'kemi as buk me hëngër, me zirë po mbyllim muin, çfarë do bëjmë? Do presim biletat dhe do harratisemi. Pse? Se Saliu me Ramën që kanë bashkë, Josefina miliardere, këta miliardere, Grida nga Saliu shkoj ke Top Channel-i, Dhurata Çupi nga ish deputete e PD-s shkoj drejtoresh ke News 24, ish sekretarja e Berishës ke Euronews-i. Gjithë establishmenti kontrollohet nga këta. Ke 10 analist, Çurri, Dudushi, Lorenz Vangjeli, edhe 7-8 figura, Andi Bushati, ke Ylli Rakipi, Baton Haxhiu, Berat Buxhala, edhe janë 10-15 veta. Këta janë ata që qarkullojnë nëpër studio. Mesazhi është që jemi një, o popull, dhe ne, në qoftë se nuk na nënshtroheni, shikoni sa para kemi ne. Ne ju shkrim jetën. Ne ju ahelmojmë jetën. Dhe në qoftë se besoni se do shpëtoni kur të iki Rama dhe të vi Berisha, hiqeni nga mendja sepse janë bashkë. A i shërbejun Ramës apo Berishës me këtë? Po, ata do të thonë që unë shërbej atyre sepse unë i bie Saliut dhe i bie Edi Ramës. Nuk duhet i bie të dyve, i bie vetëm njërit. Po i rash vetëm njërit, ata do të vazhdojnë sundimin dhe lojën e tyre. Ke krau tjetër. Rama nuk është komandanti i Berishës, është Berisha ai që komandon Ramën, dhe unë hy garant me jetë për këtë. Janë të gjithë bashkë. Populli opozitar krijon, është i dorëzuar dhe thot, unë kam qenë me Realin e Madridit edhe me Barcelonën që kam lind edhe do të vdes ashtu. Unë kam lind me PD-n, do vdes me PD-n. Let ma hajnë mishin, let ma bëjnë copa, roft Sali Berisha, roft legjenda. Legjenda nuk do ta hapi rrugën, as nuk do ta hapi partin, as nuk do ta hapi popullin opozitar. Legjenda
kontrollon lojën dhe fijet e lojës politike mediatike, sepse oligarkët që mendoni ju, që janë bërë miliarderë kur ishte Berisha, pavarësisht se i bëjnë parat me Ramën sot, një pjesë të parave dhe fitimet të tyre ja çojnë familjes Berisha, ja çojnë PD-s. Pjesa tjetër pastaj, qa fustani kishte vesh nusja Josefinës, qa kishte vesh, ku shkun, sa lek ishte pjata, sa kushtoj bifteku, sa kushtoj fustani, këto janë të gjitha rena që t'ju mbajnë ju me emocione, me pralla me kësoj historish. Thelbi nuk është ke parat, ata janë miliarder. Po krijojnë elitat e reja politike. Po krijojnë feudalet e ri të klasës shqiptare, me parat që kanë thithur nga gjaku juaj. Keni vetëm një shpëtim. Bashkimi juaj i madh që t'i jap një grush të madh këtyre ordinerëve, këtyre plekrave, dhe t'i përzëm nga politika të gjithë bashk. Në qoftë se nuk e bëni, sigurisht do të paguani fatura të mëdha. Ata janë miliarderë, mos u merrni me fustanët e tyre, kanë parat me metër kub, i kanë parat me kontinier të zhytur nën tokë. Në blok në Tiranë, në Golem, në malen e Dajtit, në vende të tjera, i kanë parat me metër kub të zhytura në tokë. Përveç parave kesh që kanë këtu në Shqipëri, kanë miliarda në offshore, në banka, në Zvicër, në Qipro, në Beirut. Në Beirut i humbën lekët, se i fluturun lekët e bankave në Beirut, i kanë në Liechtenstein, i kanë në Panama, i kanë në Delaware, atje ku shkon vazhdimisht Mehdi Gërdeci për të krijuar dhe për të çuar çantat me para që amerikanët ta mbrojnë nga gjyqi këtu në Shqipëri. Rama i kontrollon të gjithë duke ja lëshuar fijet her pas here dhe më pas duke i krijuar situatat që ai është shpëtimtari i tyre. E kuptuat miqtë e mi, shpresoj që të kem trajtuar çështjen në dimensionin e saj psikologjik, psikik, politik dhe jo në dimensionin se çfarë ishte dasma dhe kush ishte dasma dhe sa harxhoi kjo, sa harxhoi ajo, Josefina, Edi, Rama, Sali Berisha, Ilir Meta, Grida Duma, Fevziu, Ylir Akipi, gazetarët kryesor në për media, mos i ngatërroni me gazetarët e thjesht, ka dhe gazetarët e thjesht, normal. A dini ju sa lek bën Range Grida Dumës, Range Rover, Vogu, e cila tani po bën aleancë me Ilir Vrenozin, sepse Ilir Vrenozi mbështet Sali Anjën. Sali Anjë është kundër Gazbardit, do marrin PD-n për llogarit Edi Ramës. Ka dash ta marrë edhe një herë tjetër PD-n Grida Duma, kur lobonte dhe i thirrte eksponentët e lartë të Partisë Demokratike, po deshi Grida ja jap me data, me numra, me orë dhe në secilin vend ka takuar kur ishte në PD dhe me kë emër ka takuar kur përgatiste grushtin e shtetit ndaj Lulzim Bashës dhe kërkonte që të merrte Partinë Demokratike. Tashmë është tërhequr tek media me urdhrin e Berishës, kërkon të rikonfiguroj PD-n kur tërhiqet Saliu dhe bën aleancë me Ilir Vrenozin, i cili është mbështetësi i Sali Anjit për të godit atë Sorosianin tjetër, Gazbardin dhe establishmenti tjetër. Ju jeni viktimat. Ju jeni. Unë jam përgjegjës për çdo deklaratë që bëj. Në qoftë se Grida Duma kundërshton këto fjalë, unë jam i gatshëm t'ia jap me orë, me datë, me minutë dhe në vendi ku ka qenë dhe ku është takuar me eksponentë të lartë PD-s për të rrëzuar Lulzim Bashën dhe për të krijuar puç dhe grusht shteti brenda Partisë Demokratike. Tashmë don ta realizoj këtë me Sali Anjin, dashurinë e saj të përjetshme. Dhe shqiptarët janë viktimat. Bravo! Bravo, ylli jon, o yll, o drit, o politika. Vazhdoni. Jeni në sindromën e Stockholmit. Kush i shpëton sindromën e Stockholmit, duhet mbledh vetëm dhe duhet vi të bashkohet, t'i japim grushtin e fortë kësaj klase bastarde politike, analitike, mediatike, financiare, oligarkike, sepse jemi në fundin e historisë tonë si popull. O ekzistojmë, ose jo. Përqafime për gjithë, faleminderit ju që më dëgjuat deri në fund, çojeni pjesës tjetër të shqiptarëve këto video
nëse mendoni se ato janë të vlefshme, mos harroni kur. Këto janë interpretime, analiza të thella, të cilat nuk do t'i dëgjoni në asnjë media politike të Shqipërisë. Kaq kishim për sot, kthehemi ke zhvillimet e mëdha më vonë në mbrëmje ose nesër për të parë loja e madhe si po shkon. Vijon në numër